Por e dini ku është degradimi, ku ka degraduar totalisht skena politike. Skena politike ka degraduar totalisht për shkak të konceptimit të shtetit si koncepti përfitimit ekonomik. Dhe duke qenë kështu i ka ndërtuar pothuajse të gjitha institucionet në bazë të këtij koncepti. Dhe në vend se të kishim garë të meritokracisë, ne kemi garë për vende pune. Fatkeqësisht kjo politikë degeneruar e shqiptarëve në Kosovë dhe e Kosovës veçanërisht, domethënë, i ka ndërtuar edhe institucionet që konsiderohen shtylla, i ka ndërtuar në stilin e mercenarizmit. Duke folur këtu, domethënë, konkretisht për ushtrinë e Kosovës, e cila në vend se të konceptohej si një bërtham dhe një ushtri për një mobilizim të përgjithshëm dhe që shkon drejt një ushtrie kombëtare, thonë kjo është një ushtri e cila është konceptuar, do thonë, nën petkun e asaj që quhet profesioniste, është mshefur, domethënë, gara që ajo konsiderohet vend pune. Për këtë arsye ne kemi pafuqi ushtarake të këtij niveli, e cili pastaj të dikton që ti të jesh servel në secilën tavolinë, sepse nuk ka mundësi të ulesh në një tavolinë të negociatave kur je i pa armatosur, je i pafuqishëm me forcë fizike. Dhe pse ndodh gjithë kjo? Kjo ndodh sepse sistemi politik dhe mendësia politike e ka konceptuar këtë shtet dhe tashmë përfitimi është bërë normë në Kosovë. Këtu nuk është garë se kush i shërben shtetit, po këtu është garë kush pasurohet, kush pozicionohet, kush zë vend në tavolinat. Këtu është koncepti i përshtatjes me të keqen dhe kjo e keqe fatkeqësisht po dominon edhe publikun në tërësi. Tani, domethënë, është faza e fundit e degenerimit të një vendi dhe konsiderohet si faza ku shteti edhe kombi rrezikohet dhe shteti i dridhen këmbët. Në kuptimin që njerëzit nuk besojnë më në institucione, nuk besojnë në leadership, nuk besojnë në udhëheqje, njerëzit nuk u besojnë institucione, nuk bashkëpunojnë me ta, shikojnë forma alternative të organizimit të tyre, sepse ne jemi organizuar kundër sistemit të Jugosllavisë, domethënë, lema që nuk organizohesh kundër shtetit tonë në momenti kur më nuk i beson. Pra, i tërë koncepti që kanë pasur këta politikanë është falsifikuar. Dhe si e kanë ndihmuar, etapat që si e kanë ndihmuar këtë koncept jashtëzakonisht të dëmshëm për shtetin dhe për kombin, është se kanë rregulluar lojra, kanë rregulluar ligje për t'u amundsuar gjithmonë këtyre që me një lloj rotacioni të jenë diku pjesë e vendimarrjes. Dhe ne, domethënë, edhe sot nëse shkojmë në zgjedhje, çdo që e sjellim në pushtet në Kosovë, me këto rregulla Kosovës nuk i konvenon dhe nuk do të ndodhë asgjë e mirë. Si e kanë bërë këta këtë gjë? E para me procesin e rekrutimit të klasës politike. Në ndikimin e mbi 15.000 OJQ-ve në Kosovë, që për numrin e banorëve të Kosovës është numri me numrin e OJQ-ve më të madh në glob, për të qenë një organizatë jo qeveritare duhen të paktën të ketë 3 persona, që i bie një numër rreth 50-60.000 persona kanë qenë të organizuar nëpër shoqata, të cilat konsiderohen forma të buta të ndikimit të agenturave të huaja. Dhe nga kjo kemi pasur krijim vazhdimisht furnizim të klasës politike me këta lloj njerëzve, të cilët vendimarrjen nuk e dërgojnë në dobi të Kosovës, por në dobi të lobinjve të cilat i shtyjnë përpara. E dyta, këta zgjidhen me propozimin e drejtuesve të partive ose të bordeve, se nuk kam të drejtë për shkak të intelektualitetit, nuk kam të drejtë të them që kanë organizime të tjera këto parti, po janë thjesht borde, sikur i kanë kompanit bordet e tyre që udhëheqin, dhe aty domethënë përzgjidhen ata që janë të dëgjueshëm, ata të cilët përkulen në drejtimin që ka nevojë organizata ose drejtuesi i partisë, i zgjidhen te atill që më shumë e konsiderojnë se a do të futen përsëri në listën për deputet apo jo, nuk guxojnë të marrin një vendimarrje që i konsiderohet për atë për vendi, për institucione çfarë duhet, por ai përshtatet liderit të partisë,
do të thonë kemi një klasë servile politike dhe si e tillë nuk ka për të prodhuar asgjë të mirë për Kosovën, sepse deshtëm apo nuk deshtëm. Me lëvizjet e fundit të gjeopolitikës, me krizën e madhe, me mundësinë reale të largimit të SBA-s nga struktura e sigurisë e Evropës, të gjitha shtetet duhet të përshtatin sigurinë e tyre dhe ne, domethënë, ekspozohemi jashtëzakonisht keq me një jo besueshmëri